Aksi rrugor nga ura e Topojani deri në Maqellar është në gjendje të degraduar për shkak të mungesës së investimeve prej vitesh. Ky segment rrugor është pjesë e rrugës nacionale Skure-Peshkopi dhe është në të njëjtën kontratë mirëmbajtje. Ndonse rruga tashmë përdoret më shumë nga banorët, ka edhe vizitorë apo të tjerë qytetarë që preferojnë të kalojnë andej dhe jo nga rruga e Arbrit. Drejtuesit e mjeteve konsiderojnë katastrofike gjendjen e rrugës, teksa kërkojnë që të investohet në të. Ata shtojnë se kompania që e ka për mirëmbajtje duhet të ndërhyjë sa më parë dhe të mbush gropat e krijuara në të, si dhe të mos mjaftohet vetëm me pastrimin e kanaleve, por prerjen e bimësisë anash rrugës. Rruga s'kan dalë, na morëm qaf, u qanë të vjetë, asi gjanë s'kan ba. Këto në magjarë është zotë, e makinat. Thua, bu na mytën fare. Kam 5 makina ngella në servis për ditë. Na mytën dhe ato të servisit, kam bo shpia të reja pinesh. Rruga nuk është e mirë, së shfare e mirë. Ku ka po taksa? Si çdo rrugë tjetër që mirëmbahet, duhet mirëmbahet edhe kjo pjesë. Unë nuk e kam pa ka vite, por shoh që kjo është vite pa u prek. Situata ka degraduar në këtë gjendje në aksion rrugor nga ura e Topojani deri në Maqellar që me hapjen e rrugës Arbrit, teksa trafiku më i madh i automjeteve është përqendruar atje, por ky aks është ende në inventarin e autoritetit rrugor shqiptar.